Pas pramit së dieshëm, situatat në shtëpinë e Big Brother VIP bëjnë një pes, sa vinë dhe rëndohen dhe bëhen edhe më të tensionuara se më parë. Megjithatë, ajo çfarë ka tërhequr më shumë vëmendje ka qenë pikërisht debati midis Brikenës dhe Mateos. Për ata që nuk e dinë, Brikenës ju dha mundësia që të mund të ndante në nominim Stelinën nga Ina dhe të fuste një banor tjetër të shtëpisë në atë nominim, dhe pikërisht Brikena vendosi që ta ndante Stelinën nga Ina si një konkurrente e vetme, duke qenë se ajo tha që Stelina nuk i përkiste këtij nominimi dhe nuk ka faj që të largohet nga shtëpia për shkak të Inës, dhe ajo çfarë habiti të gjithë ishte fakti që në të njëjtin nominim me 3 banorët e tjerë futi edhe Mateon. Të gjithë kanë mbetur të shokuar, ndërkohë që opinionistët e kanë komentuar këtë gjë sikur ajo dëshiron që të zbartë të vërtetën dhe të heqë aludimet mbi lidhjen e saj me Mateon. Ndërkohë pas prajmit, në obor të dy kanë biseduar, ose më saktë kanë debatuar gjatë për këtë situatë. Brikena ishte ajo që i ka thënë Mateos që ai është një gënjeshtar, pasi puthja që ai ka thënë që ka ndodhur nuk është kurrë e vërtet, ndërkohë që Mateo duket i dyshimt. Gjithashtu duket i dyzuar, pasi në një moment thotë që ka gënjur sepse ai dhe Brikena nuk janë puthur kurrë, dhe në momentin tjetër, para syve të Brikenës i thotë asaj që ajo e di që kjo gjë ka ndodhur. Brikena është acaruar shumë, duke i thënë atij që po e nxjerr këtë para publikut si një gënjeshtare. Megjithatë, ai thotë që ai kurrësi nuk do ta përdorte këtë lidhje apo këtë që kanë pasur marrëdhënien me Brikenën për lojën, dhe ndërkohë thotë që ai nuk ka levardi që të dilte keq para publikut. Pas kësaj, ata të dy me ironi kanë thënë njëri tjetrit faleminderit dhe janë larguar. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Kush mendoni se ka të drejtë dhe kush po tregon të vërtetën me kësaj çështjeje? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!